duke ju falenderuar për pjesëmarrje. Kemi sjellur këtu një rast që kemi trajtuar në qesuta. Është një patologji jo shumë e shpeshtë që hasin praktikën klinike, ku më tepër ka të bëjë me dhimbjen akute, po mos trajtimin kohën e duhur mund të shkojnë në dhimbje kronike. Patologjia spondylodiscitis është një sëmundje inflamatore me natyrë infeksioze që prek trupin e vertebrës, diskun edhe hapësirën intervertebrale. Shkaktari më i shpeshtë është stafilokoku i artë. Janë dhe shkaktarët e tjerë të izoluar, po ky është më i shpeshtë edhe që haset. Patogjeneza është një sëmundje që prek dy pjesë kryesore të vertebrës dhe diskut vertebral shkojnë gjithmonë bashkë. Tre janë rrugët e propozuara nga që ndodh spondylodiscitis. Njëra është kontaminimi direkt, me fjalë që ndodh zakonisht në traumat penetruese ose në ndërhyrjet kirurgjikale. Është kontaminimi in situ. Zakonisht është kur kemi infeksionet lëkurës dhe infiltrojnë në tutje. Edhe kjo është, edhe i fundi është kontaminimi hematogjen, me fjalë. Në këtë rast, kështu ka qenë dhe rasti që kemi trajtuar në qesuta. Kjo është një skemë paraqitëse se kusht mendohet që është vendi fillestar i infeksionit dhe është një pjesë e vertebrës. Faktorët predispozues. Në shumë studime këto janë faktorët kryesorë. Me fjalë që mosha është gjithmonë mosha mbi 60 vjeç, gjinia që predispozon është gjinia maskullore. Sëmundje shoqëruese, diabeti mellitus është sëmundje kryesore, me fjalë që nxit formimin e spondylodiscitis, sëmundjet renale kronike, përdorimi kronik i steroideve, përdoruesit e drogave, sepse gjithmonë përdoruesit e drogave kanë gjithmonë bakteremi tranzitore. Manifestimet klinike. Dhimbja është manifestimi kryesor, e cila mund të jetë lokalizuar, por mund të jetë edhe e generalizuar në formën e irradimit radikular. Manifestim tjetër klinik është alterim motorikës, me fjalë pacientë paraqiten mund të ecën normalisht, por kryesisht mund të shfaqet edhe deficit motor, që nga monopareza, aftësia për mos lëvizur një anësi deri në paraparezë pa mundësi për të lëvizur. Temperaturë. Në shumë të rasteve nuk ka temperaturë, sepse është një infeksion i lokalizuar, por nëse ka komplikime ose gjëra me fjalë, fillon temperaturë e lartë. Zakonisht temperatura mbetet subfebrile. Diagnostikimi. Ekzaminimet imazherike mbeten diagnozë bazë për këtë lloj sëmundje. Grafia e thjeshtë, skaneri dhe rezonanca e cila mbahet si gold standardi për këtë sëmundje. Çfarë lloj karakteristikash ka? Sidomos në rezonancë është në modalitetet të njësh ka një hiposinjal të diskut intervertebral dhe në modalitetin të dysh ka hipersinjal, me fjalë, dhe kemi gjithmonë alterim të margëve vertebrale. Nëse rezonanca nuk mund të realizohet, se mos në marrim një rast në pacient me pacemaker, mund të zhvillohet skaneri konskor ose bone scan, sensitivitet i lartë, por specificitet i ulët. Ekzaminimet laboratorike përfshin kryesisht hemogramën, markuesit e inflamacionit, fibrinogen, PCR dhe eritrosediment. Ekzaminime mikrobiologjike, edhe pse nuk duken aty, është marrja e kulturës, me fjalë, e cila mund të jetë në dy forma, hemokultura dhe marrja e materialit in situ. Në këto kemi tre imazhe, me fjalë se si duken grafi në skaner dhe rezonancë. Po ta shikojmë në grafi dhe skaner, shikojmë vetëm dëmtimet kockore, por jo në gjë specifike, dhe ajo që vendos diagnozën mbetet e rezonancës shumë specifike. Diagnoza diferenciale, me fjalë, janë metastaze vertebrale, ndryshime degenerative në margët vertebrale, osteomieliti vertebral tuberkular dhe spondyloartropatia nga hemodializa kronike. Trajtimi. Trajtimi përfshin terapinë me antibiotik me spektër gjerë. Me fjalë, në rast komplikacionesh, ka nevojë për intervent kirurgjikal, stabilizimi i kolonës vertebrale.
Edhe në fund fare me terapia fizike. Riaftësimi fizik është shumë i nevojshëm për pacientin në mënyrë që tulet e diqëndrimi spitalor. Rasti klinik, kemi pacient moshë 72 vjeçare që paraqiten në urgjencën e QSUT-s me dhimbje të forta në kolon torakale dhe me vështirësi për të ecur. Në atë incidentet që pacienti ishte vetëm diabetik me antidiabetik oral. Në ekzaminim neurologjik nuk pati probleme, por shikon vetëm një kufizim të lëvizjes për shkak të dhimbjeve shumë të forta që i kishin shtyrën kurrizore. Në ekzaminimin e objektiv përgjithshëm nuk ishte një alterim, normotensiv, frekuenca kardiake normë, temperatura në momentin e matës ka qenë 37.5 gradë, le të themi lehtësisht subfebrile. Në ekzaminim laboratorike PCR ishte pak e lartë 32 mg per decilitër, fibrinogen i lartë, denidimir i lartë, kurse leukocit ishin brenda normës. Pas ekzaminimit me rezonancë, në vumre që në modalitetin të njëjsh kishte hiposinjal të diskut intervertebral me hipersinjal në të dysh, pastaj në nivelin D7-D8. Margot vertebrale ishin të dëmtuara. Bëm një konsult multidisciplinar që përfshiu mjekun infekcionist, endokrinolog, neuroradiolog, neurokirurg, pasi u përcaktu diagnozën spondilodisit bakterial, ju fillu terapia empirike me antibiotik spektri gjerë, si antibiotikët më poshtë. Këto janë imazhet në rezonancë, në modalitetin të njëjsh dhe të dysh, po të shikojmë në të njëjsh kemi vetëm një hiposinjal përgjithshëm, që ka përfshirë dy tupat vertebral dhe diskun, po që nuk e qartësojmë dot. Në modalitetin të dysh, në këtë ndjatës, shikojmë që disku është krejtësisht i alteruar. Me fjalë edhe margot vertebrale, buzët e vertebrave janë krejtësisht të dëmtuara. Këtu është një pamje aksiale rrethore, me fjalë mund të shikohet krejtësisht i dëmtuar disku intervertebral. Historia klinike. Masi filluan mas ditës treta antibiotikëve u shfaq një lehtësim simptomatikës pacientit, kryesisht me reduktim të dhimbjes, por lëvizshmëria e pacientit ishte e pamundur, markuset inflamator si PCR dhe fibrinogen fillonin të reduktoheshin. Fizioterapia ose riaftësimi fizik ka filluar fiks mas ditës 7 të trajtimit me antibiotik. Qëndrimi spitalor ishte 14 ditë me klinik përmirësuar, pacienti filloi teste normalisht. Markusi inflamator mas 14 ditësh ishin brenda normës, kështu që u gjykua që pacienti dilën nga spitali. Në daljes pacientit ju rekomandua trajtim me antibiotik për një kohë zgjatur rreth një periudhe 4 javore më tej. Kjo është referenca nga ku është bazuar dhe ky si rasti jo. Ju falenderoj.